Sa herë që policia i shërben partisë në pushtet e mafiozëve të lidhur me to ose kur plasin skandale, Edi Rama thot se policia është e depolitizuar, e pavarur dhe e palidhur me krimin. Por në çdo rast policia e shtetit me urdhër të Edi Ramës është përdorur e vazhdon të përdoret në shërbim të interesave mafioze të Bashkimullajt, interesa që e kanë piknisjen dhe mbështetje në pazaret dhe aferat e përbashkëta korruptive të tyre. Prej 3 ditësh banorët e rrjollit në Velipoj po protestojnë për të shpëtuar tokat, të cilat u kanë grabitur me letra false Bashkimullaj dhe kryetari i Partisë së Lirisë në Malsinë e Madhe Fatmir Shpellxaj. Mbi tokat e ligjshme të banorëve, oligarku Bashkimullaj dhe ortaku i tij Fatmir Shpellxaj Ilir Metës do ndërtojnë fshat turistik dhe resort Aba Blue Borgo me lejen investitor strategjik që u ka dhënë kryeministri Edi Rama më 30 dhjetor 2024, megjithse tokat janë të banorëve. Por me urdhër të Bablokut, ministri Ervin Hoxha dhe kryepolici Ilir Proda kanë çuar në fshatin Baks Rjoll të Velipojës 200 policë forca speciale për të larguar banorët me dhunë nga tokat e tyre dhe të lejojnë ndërtimet e Bashkimullajt që u ka grabitur me dokumente false. Bashkë me policinë në Rjoll kanë qenë edhe 30 kriminal të dërguar e paguar nga Bashkimullaj, të cilët bashkë me policinë kanë kërcënuar, rrahur dhe arrestuar banorët që të lëshojnë tokat e ligjshme për fshatin turistik dhe resortin që do të ndërtojë oligarku i Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës. Kryesia e PD-s dhe kandidatët e saj në Shkodër kanë marrë urdhër nga Sali Berisha të heshtin për protestën e banorëve të rrjollit në Velipoj dhe ndaj dhunës policore mbi ta dhe për kriminalët që ka dërguar Bashkimullaj. Sepse pjesë në resort kanë edhe Sali Berisha e Ilir Meta, nëpërmjet tij dhe kryetarit të Partisë së Lirisë Malsi e Madhe, Fatmir Shpellxaj, që bashkë me Ulajn ka falsifikuar dokumentet e tokave. Është qëndrimi i pushtetit që në çdo tokë të grabitur nga Bashkimullaj, ku merr koncesione dhe ndërton vila, pallate, kulla, fabrika gurore, hece e resorte. Kryeministri i çon si mbështetje nga 200 policë forca speciale për të rrahur banorët protestues që mbrojnë pasuritë e tyre jetike. Kështu Babloku dërgoi 200 policë 5 muaj radhëzi për të rrahur dhe e larguar banorët e Bërxullës, të cilët protestuan kundër shkatërrimit të banesave dhe uzurpimit të tokave nga Bashkimullaj pa dëm shpërblim, mbi të cilat u ndërtua rruga Thuman Kashar. Policët i dërgoi edhe në protestën e banorëve të Fushkrujës, të cilëve Bashkimullaj u bllokoi hyrjedaljet e rrugëve, duke mos u lënë mundësi kalimi në rrugën Thuman Kashar. Një ushtrim me policë dërgoi për të rrahur banorët e Roskovecit që protestuan kundër ndërtimit të tecit në tokat e tyre nga Bashkimullaj, energjia e cili do shitet në Greqi. Dhunë policore në mbështetje të Bashkimullajt përdori të protesta në Rinas, ku ai ka ndërtuar hotele qendër tregtare, por edhe në Tiranë, ku ka ndërtuar kulla e 5 komplekse pallatësh. Nga 200 policë dhe forca speciale, Babloku dërgoi edhe në protestat e banorëve kundër heceve dhe guroreve të Bashkimullajt në Valbon, në Mat, Mirdit, Dibër, Gjirokastër, Librazh dhe Pogradec, duke e përdorur shtetin si zar të mafiozëve me të cilët po plaçkit pasuritë e Shqipërisë, ndërsa SPAK nuk vepron, megjithse ka shumë kallëzime.